Mirëmbrëma. Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se keni ardhur. Kjo është një takim I veçantë, të cilën për fat që e kemi bërë jashtë dhe koha na është e përshtatshme. Dhe kemi pjesëmarrjen e shumë miqve, njerëzve, miqve dhe këtu, por me një ftesë të veçantë të Leonard Veizaj, shkrimtar, gazetar, publicist. Oriona Tresës, gazetare, Kriton Mesturit, poet, dramaturg, publicist, gazetar dhe Bujar Karoshit, botues dhe dizinjator. Faleminderit që keni ardhur. Ky është takimi I radhës I Bibliotekës Komunitare Vilis. Në takimet e tjera të para, siç kemi folur, kemi pasur të ftuar mësuese Gjyshe Expressions, që thot Ana, e cila shkruan libra për fëmijë. Kemi bërë takime të tjera të organizuara edhe nga organizata si Epoka Re në Vila. Dhe jo, aty. Dhe takime muzikore dhe takime me një vajzë mallakastriote, poete shumë e mirë, Olimbi Velaj, disa për jush keni qanë këtu. Tani, pjesëmarrja e sotshme është speciale sepse herët e tjera takimet kanë qenë kryesisht për të rinjt. Sot takimi sotëm sot është edhe shumë për të rriturit, duke pasur parasysh rolin e librit edhe diskursit publik dhe njëkohësisht edhe rolin e intelektualit përballë sfidave që po kalon demokracia shqiptare. Nuk është një takim letrar, nuk është një takim I cili do të zgjidh problemet politike, por duke pasur parasysh që libri na ndihmon për të kuptuar botën, që shkrimtarët na ndihmojnë për të reflektuar, që gazetarët na ndihmojnë me fakte dhe me informacion për të mbajtur qëndrim, dhe intelektualët në përgjithësi, atëherë mendojmë që ky takim do të mund të jetë një takim I cili do të na ndihmojë të gjithë ne të reflektojmë për sfidat e demokracisë shqiptare. Atëherë unë ju bëra një prezantim të shkurtër, ndoshta ju mund të prezantoheni më gjatë. Dhe një pyetje e parë është si e shikoni këtë takim që po zhvillohet këtu dhe pikërisht për meqense po zhvillohet nga Biblioteka Komunitare Vilis, si e shikoni rolin e librit në këtë rast dhe në lidhje me komunitetin. Diçka më shumë edhe për veten tuaj, që nuk e thani. Faleminderit për qetësinë, se është shumë e rëndësishme, sidomos në këto takime që vërtet janë jo shumë të shpeshta, janë të rralla dhe ne kemi shumë herë më të nevojshme përveç se të organizohemi dhe të lidhemi për të ndarë mendime rreth letërsisë, gazetarisë, publicistikës, kemi nevojë më shumë për të njohur njëri tjetrin, për të ndarë kuptimet tona, për të ndarë shqetësimet tona, për të ndarë dhe gëzimet tona, se jo të njohim më shumë njerëz dhe të shkëmbejmë më shumë përvojat tona për të qenë edhe më afër njëri tjetrit. Pavarësisht se kohët janë të tilla të vështira ose jo. Unë jam Oriona, jam redaktore e një revista Psikologjia, Botini Panorama Group. Kam 17 vite që drejtoj këtë revistë, I kam hyrë një bote që nuk e dija se do të më përkiste kaq shumë. E kam gjetur shumë mirë veten dhe më ka shërbyer shumë, të marrëdhënie me veten por dhe me të tjerët. E falenderoj shumë Albanën, ju falenderoj të gjithë ju që jeni këtu dhe dashamirësisht e vlerësoni këtë takim, këtë organizim. Dhe unë ndihem e privilegjuar le ta themi dhe pak e emocionuar sepse nuk më ndodh shpesh që të jem pjesë e këtij paneli. Duke qenë se më pëlqen gjithmonë të qëndroj mbrapa, të jap të shërbej përmes të shkruarit. Mirë, për prezantimin. Përpara se të shkojmë te pyetja, a ka libri fuqin që duhet? E ka
në mënyrën se si ne mendojmë, reflektojmë. Absolutisht libri ka një fuqi shumë të rëndësishme për jetën e gjithë secilit dhe të gjithë duhet të përpiqemi të shfletojmë çdo ditë, qoftë edhe nga disa faqe për të rigjetur dhe për të rikthyer në një botë, në një dimension që na shërben, për të ndërtuar jo thjesht veten, por edhe një mënyrë të menduari, mënyrë të jetuari. Është një diktim që i shërben jetës tonë në përditshmëri. Se duhet të ushqejmë shumë brezave, siç na e ushqenin e dikur gjyshet tonë. Leonard, si e... Tani, faleminderit që kemi ardhur për të na dëgjuar. Zakonisht ndodh që kur vim nga Tirana mendojmë edhe ne që do themi ndonjë gjë të mëndshur. Që me shumë gjasa nuk besoj se do themi ndonjë gjë të mëndshur. Unë jam Leonard Beizi, tash për të mburur po them që kam 35 vite gazetar. Të pak janë ata që zakonisht e kalojnë 30 vjeçarin si gazetar. Kam bërë edhe 15 libra. Për të shfryrë po them që vi për herë parë në Tekal, për herë parë në Bylis. Dhe kur u njoha me terrenin, them që ju jeni shumë herë më të emancipuar, po them ose më intelektual me qëse është tema, se sa ne që erdhëm me makinë nga kryeqendra. Tani libri në Bibël thuhet fjala është e para. Por me ndihmën e të çmuar të teknologjisë, ne kemi çuar fjalën në fund dhe kemi nxjerrë në fillim portretin imazh. Është rrotulluar gjëja, libri e ka forcën e tij, por do ta rigjej sepse për të humbur e ka humbur. Është tjetër logjik. Për të thënë dy gjëra për pjesën e dytë të takimit, që ka të bëjë me intelektualizmin. Në fakt, sipas manualeve, ka dy shpjegime, manuale dhe enciklopedik. Në enciklopedi thuhet që intelektual është nga fjala intellectus, që është latinishtja, që do thotë njeri me arsye ose njeri që vë arsye në punë. Edhe në fakt në Shqipëri është e keq përdorur si fjalë. Është e keq përdorur sepse i ndarur dy blloqe Europa lindore e ka përdorur fjalën intelektual për të krijuar një shtresë, një kategori njerëzish, të cilët kishin një diplomë, do të thotë që kishin një shkollë të lartë. Të gjithë ta futeshin në armatën e intelektual. Gjë që në Perëndim nuk ekzistonte si e tillë, sepse në Perëndim fjala intelektual konceptoheshe njeriu i cili thot mendimin e tij në ndihmë të komunitetit. Pra thot një mendim të çlirët, një mendim jo oportun, pra e ngre zërin. Në Perëndim ishte kjo dhe ka të bëjë me individin, jo me grupin shoqëror. Të ndante se faktikisht ka ardhur nga Rusia termi, jo si term, se termi ishte por i përpunuar në këtë mënyrë erdhi nga Rusia në gjithë bllokun e lindjes bashkë me Shqipërinë. Ne fusnim tek intelektualët, çdo njeri që merrte një diplomë. Në fakt, mund të kesh 2 diploma dhe 3 diploma dhe nuk je intelektual sepse thjesht bën punën tënde. Por në momentin që i del nga rutina e punës dhe thua dhe mendimin tënd të zot lart, mendim të komunitetit, atëherë fillon dhe futesh tek pjesa e intelektualit. Kaq sa për fillim. Unë nuk do të shtoj në gjë më të madhe se sa folën. Do shta me zë pak më të lartë. Dëgjojmë? E dëgjoni? Edhe Oriona, jemi në të njëjtën gjatësi vale. Dhe kjo na ka bërë që të jemi miq për shumë vitesh. Pas e një fronti mendimi. Për moshë era 2 që vi këtu, një kam bërë një reportazh për festivalin e Bylisit 2017, por që kam qenë shumë tanket sot e kam dhirë më të. Dhe dëshirë kam planuar me kënaqësi të vi këtu për një arsye të madhe albanët, e çmoj sakrificën e çdo kujt që bën një gjë të madhe për komunitetin. Sepse ne na ka humbur sensi komunitetit.
Jemi zhytur secili në atë vorbullën tonë private, në atë guackën tonë dhe kemi harruar se ku jetojmë. Edhe unë u kënaqja shumë kur Albana më tregoi një tetore që ishte këtu në bibliotekë që fëmijët lexojnë. Dhe ta them sinqerisht ndihem shumë i lumtur që fëmijët po lexojnë. Një fëmijë që lexon sot bëhet nesër pas nesër mund bëhet dhe presidenti i Republikës. Bëhet një intelektual i fuqishëm. S'ka rëndësi nëse del nga Tirana apo del nga Bylisi apo del nga Hekali apo del nga Mirdita apo mjafton që jeti i shkolluar. Për mua letërsia ka rolin që promovoj vlerat e vërteta dhe të thotë vërtetat në sy. Ne kemi humbur, paktën që nga 92 ne kemi humbur rolin e vërtet të gjërave. Vetë klasa politike në Shqipëri e ka kthyer i ka kthyer intelektualet dhe rolin e vërtet shoqërisë dhe ka prishur dhe rolin e familjes, e ka shkatruar rolin e familjes qëllimisht që ne të jemi në të gjendje që jemi sot. Dhe unë them që çdo rilindje fillon tashti. Fillon pikërisht nga libri, fillon pikërisht nga dashuria për njëri tjetrin dhe vizioni ynë për të ardhmen. Unë mendoj, prandaj kam planuar me kënaqësi. Dhe në bindjen time që ne në radhë parë duhet jemi njerëz të lirë me dashuri për njëri tjetrin dhe me vizionin për të ardhmen. Kjo është gjëja më kryesore që kemi. Nuk ka rëndësi majt apo djathtë. Treqereku i shqiptarëve janë të majt, ka rëndësi se kush nga arreshtohen, për mendimin tim. Ajo çka duhet sot për mendimin tim është që t'i kthehemi vlerave të vërteta. T'i kthehemi librit, t'i kthehemi dashurisë për njëri tjetrin. Kjo është më e rëndësishme se çdo gjë. Vetëm që mund të ndërtojmë veten tonë, mund të ndërtojmë familjen tonë, mund të ndërtojmë shoqërinë tonë. Këto janë mendimet e mia për sa. Mirë. Bujar. Tani kemi dy votues, këtu po një e kemi në panel. Unë do ngrihem këmbë se shumë mirë. Kam një problem që kam zërin e ullët, më kanë dhënë porosi që ta ngresh zërin. Unë jam bujari dhe jam botues këtu. Jam botues i disa autorëve të letërsisë shqipe kryesisht, por sot jam këtu edhe botues i librave të Leonardo dhe Tritonit. Tritonit i kam botuar 2 libra, një me poezi dhe romanin e fundit Njeriu që shkruante në Varreza, që mund të them që është një nga librat më të mirë të botuar gjatë vitit që kaloi. Dhe unë kam sjell një kopje edhe për bibliotekën tuaj që ta lexoni kështu pa pagesë. Jam botuesi i 4 librave të Leonardit, i kam sjell dhe ata këtu. Dhe e them me krenari që kur më pyesin se çfarë bën ti si botues. Unë bëja të lidhjen mes jush edhe autorëve. Sepse kur ju të lexoni romanin e Tritonit, dhe sidomos kur të lexoni 3 librat e Leonardit që janë libra mes letërsisë dhe publicistikës, do ta vini mendjen në punë të mendoni. Dhe kjo është kënaqësi për autorin, po kjo është kënaqësi sepse edhe puna ime ja ka vlerë. Sot libri ka shumë vështirësi, përballet me shumë sfida. Njëra nga sfidat që të lëshon për tokë edhe të mërzit një qik është ajo, s'lexon kush librin tani se njerëzit lexojnë në kompjuter. Jo, edhe fakti që njerëzit lexojnë në celular dhe lexojnë në kompjuter tregon që libri nuk e ka humbur fuqinë e vet, por ka ndryshuar rrjedhë. Pak a shumë nuk e di se si jeni ju me këto punën me hidrocentraleve, domethënë dikur lumi shkonte në atë rrjedhën e vet. Tani i fusin ca tuba dhe fiton dikush tjetër me një energji ose me një... Po prap ujë e kryen punën. Këtë punë bën edhe libri sot. Një nga sukseset e mëdha të rrjeteve sociale sot është se po japin fuqi librit ndoshta më shumë se sa pritem më përpara. Domethënë nëse dikush për ju lexon një libër ose lexon një fjali që ju pëlqen, ata e shpërndajnë në fraksionin e sekondës me mira klikime dhe algoritme, siç kemi dëgjuar këtë termin e fundit, dhe ne her pas here ka libra që nuk i përballojmë dot fluksin e tregut momentit, për shkak se nuk e kishim parashikuar atë, ose ndonjëherë madje
jam edhe i prekur se si ka mundësi që ky libër pëlqejë, sepse unë nuk e mbaj atë ndër librat më të mirë që kemi botuar. Megjithatë, fuqia e algoritmit ka arritur dhe atje sa të ndryshojë rrjedhën. Dhe kjo është një lloj gjë e mirë për librin, sepse nga do që të shkojë, nga do që të kthehet, nga do që të rrotullohet, nga do që të përpiqet të kundërshtohet dhe të pengohet, libri është si ujë, do ta gjej atë rrugën e vet për të dalë, për të puruar diku dhe për të dalë diku tjetër. Tani ndoshta do kemi prapë të folur, por prej te vogla fillon problemi me librin. Ne ndeshemi jo vetëm në librari që mbyllen, po ndeshemi edhe në librari që i mbyllin derën librit. Po kush është ky autori, po jo, ky nuk është i dëgjuar, po këtë se kemi parë në televizor, po këtë filan influencer nuk e ka përmendur. Po është një autor, një shkrimtar shumë i mirë. Për shembull, unë kam një autor shumë të mirë, tregimtar shumë të mirë, që quhet Ramiz Gjini. Është nga Dibra, jeton në Amerikë, është një nga autorët shqiptar bashkohor më të pëlqyerit, sidomos për tregimin e shkurtër. Ka fituar edhe çmimin Petro Markon 2010. Po për shkak se ai nuk jeton këtu, për shkak se ai nuk është në këtë vorbullën e të grinjeve të darkës në televizion publike, ai është pak i pëlqyer. Por çfarë është e veçantë atij? Unë shes më shumë libra nga ai, tani që libri botuar para 10 vjetësh, se sa një shkrimtar që shet tani 5000 kopje ose 2000 kopje. Dhe kjo është një gjë e mirë. Por ka dhe një problem tjetër me librin, që po e cekëm tani, edhe thamë që nisë prej këtu. Bibliotekat publike që duhet të jenë të parat për të ofruar hapësirë lexuesit, për të gjetur librin, për ta pëlqyer librin dhe për ta lexuar, ose janë mbyllur, ose janë drejt mbylljes, ose drejtohen nga njerëz të cilët nuk e duan librin ose nuk e njohin librin. Është sipas unë vi nga Dibra, edhe si të thuash, me qënë të vi nga Dibra, Matin, Dibrën, Bulqizën e këto i kam më në kontrol, si me thanë, për shkak të njohje personale që kam, por është turp që bashkiet, fondet që i miratojnë në fillimin e vitin për buxhetin për librin, në fund vitit e djegin. Pse? Sepse kanë në drejtimin e tyre bibliotekat njerëz të cilët nuk e marrin librin. Më intereson kur kalon rroga në fund të muajit, por nuk e intereson librat e ri, nuk e intereson harxojnë fondet të bëjnë libra. Kjo është njëra. Tjetra është që libri ka rënë është si gjithkund kontrolli mbi treg. Domethënë, si stan bashkiet, një bashki për shembull ka, po themi, 1 milion lekë vjetra për të bërë libra. Domethënë një botues si puna ime që ka fuqi edhe ka lidhje politike, domethënë ai këtë 1 milion e do për të gjithën për vete edhe të gjithë për librat e tij. Për shembull, unë kam ndeshur një bibliotekë publike në Pogradec, 20 libra zonja Zeznë Zhmia Hoxha. Po pse duhet në një shkollë të veçare 20 libra zonja e? Po mirë një ose 2. Po pse duhen? Çfarë duhen 20? Thjesht sepse këto para që janë kanalizuar ti marr dikush. Problemet e librit tani Albana ka plot, por unë tani do ta ndërpres pak të thash edhe dua ta kaloj një aspekt tjetër. Pse erdha unë sot këtu? Domethënë, shne unë nga Dibra në kasën Hekal, domethënë. Hekal. Po, Hekal në kasën. Këtu erdha për shkak se ku kam filluar punë që të merrem me mediat, unë kam pasur një shef timin, jo drejt për drejt, po si më thënë më kishte një kontroll që quhej Albert Shala. Do unë mora vesh që Albana ishte vajza e Albert Shalës, edhe për këtë shkram do të shkojmë në Hekal. Se thash çka ka gjetur Albanën nga mesi i Evropës të vijë në Hekal. E ka ushqyer dashuria e tjatit për vendin, dashuria e tjatit për kulturën, me të cilën me as kohë paksa punova unë e mora prej tij. Edhe është ajo respekt dhe ajo dashuri që na bën të gjithëve ne, që edhe ju të vini të mbledheni këtu të na dëgjoni, po edhe ne të përpiqemi të mbajmë gjallë librin dhe kulturën përmes librit. Faleminderit. Faleminderit shumë Bujar, faleminderit dhe ju. Bujari ka sjell disa libra, shumë libra me vete janë aty mbrapa, edhe autorët kanë falur, kështu që kemi edhe më shumë se një kopje, po jo deri 20, edhe nga Klitoni, edhe nga Leonardi. Këtu kemi edhe një mik tjetër.
botues Naim Zota, I cili edhe ai erdhi në atë. U bë kurioz edhe erdhi. Tani ndoshta do thoni 2 fjalë, meqense për botimet tuaja, për 2 fjalë. Nuk edhe pastaj kalojmë te pika tjetër. Përshëndetje gjithë, unë në fakt jam I paftuar këtu. Je I pas, po ke ardhur, veç edhe. Përderisa ke ardhur ta japim dëshirë shumë të madhe, edhe për arsye personale. Albana është vajza e profesorit tim gazetarie. Albert Sale. Dhe unë kam marrur për të nderuar atë dhe për të thënë se më ka çuditur iniciativa e saj. Shumë pak njerëz e kanë bërë kritika për Albanën. Për të nderuar këtë dhe juve me të rejtë. Edhe tema është shumë interesante, po unë nuk e di se çfarë mund të them me fjalë. Ajo që më bën shtypje, po vizitoj edhe për ta miq këtu. Libri është shumë I rëndësishëm për fëmijë. Unë që më shihni këtu, edhe kolegët e mi, ne jemi bërë këta që jemi këtu, që nuk po të dëgjoni me vëmendje me këtë, nuk besoj se po themi çuditëra, po për shkak të librit. Nuk ka pasur takime të tilla ne kanë. Edhe të timi jam pensionist, nuk më në. Me një fjalë, desha të tosha, për rëndësinë e librit. Unë jam këtu, vetëm për shkak të librit. Ju më thatë mua që për shkak të librit kini me Shkaparin, se le shkuar atje me di këtë histori, dhe unë jam futur shkollës për shkak se vllai I cili punon ishte në ushtrim në Gjirokastër, ishte një biblioteka edhe patur ushtarakati dhe kishte krijuar mundësinë që të merrte në libra dhe të ma sillte mua. Ai më ka kultivuar dëshirën për libra. Shiko se sa e rëndësishme është kontakti me librin. Unë uroj që gjithë këta fëmijë këtu, do më bindë shumë keq që të mos kanë lexuar një libër. Qoftë edhe një libër të hapë botën. Është shumë e rëndësishme, për mua ka qenë shumë e rëndësishme, dhe besoj për fëmijët është shumë e rëndësishme. Mund të shikojnë televizor, mund të shikojnë Facebook, mund të shikojnë, por libri është shumë I rëndësishëm për formimin e fëmijëve edhe të rinj. Kështu që erdha këtu për të thënë 2 fjalë vetëm për librin, dhe për fëmijët dhe për brezin e ri. Është shumë kjo që është e njëjta gjë edhe në rrethet e tjera, që për fat keq, ne jemi tani në një situatë shumë të vështirë. Mua kur më ka thënë që në Shkaparin tim, sa që kishte mësues në kohën që jam qenë unë gjimnazist, në gjimnaz, tani kishte nxënës. Imagjino rënje drastike. Po më shë vërtet. Gjithë ky vend kështu për fatin njerëz, me kopin në nivel politik të madh. Në për Greqinë, në për Italinë. E nisa me Albanën, sepse unë erdha Kastrikë dhe kam sjellë disa libra, dhurat për fëmijët tuaj ose kushdo që të lexojë. Dhe janë librat e babait. Jo nuk I kemi. Nuk I kam promovuar. Ai është pensionari, po ka qenë dhe është një nga gazetarët më mirë që ka pasur kohë. Dhe ai kemi mësuar për ti. Ai ka qenë shefi im për një periudhë. Tani është në Amerikë, po vjen ai, vjen. Kështu që Albanës I uroj sukses në mision. Faleminderit e njohje, me njohje. Kam miq këtu. Tani gjithë juve ju uroj jetë dhe shëndet. Faleminderit. Një pyetje, faleminderit shumë Naim. Një pyetje. Mund të, intelektualët në këtë rast, shkrimtarët, botuesit, gazetarët, se janë të gjithë gazetarë, duhet vetëm ta vëzhgojnë realitetin apo duhet jenë kritik? Edhe sa të pavarur mund të jenë? Sa të pavarur mund të jenë për sa I përket problemeve ekonomike? Ke dhënë në procesori në punë dhe po thua diçka që tjerët nuk marrin guximin të thonë. Me këtë I shërben komunitetit. Të bësh vëzhguesin është njësoj si të bëj unë si gazetar, të më çoj shefi dhe të bëj uvra një person atje dhe thotë shkon mblidh informacionet, edhe bie sjellën redaksi. Po kjo është punë. Po në momentin që unë mbaj dhe qëndrim, them si uvra, çapati, pra kam qëndrimin tim. Pavarësisht nga presionet? Unë kaloj nga reporteri, filloj dhe bëhem gazetar, filloj dhe bëhem editorialist, fillon shkallë. Pra, vëzhgimi nuk
nuk presupozon asgjë. Vëzhgimi është e pe e mbajtë për vete. Po mos e the dhe me zot larg, nuk merr dot vlerë intelektuale. Dhe përmes të shkruarit gjithmonë mund përcjellësh qëndrimet e tua personale dhe në mënyrën më të bukur të mundshme për ta bërë tjetrin të kuptojë vërtet atë realitet ashtu siç është. Pra nuk është një gjë domethënë që të pengon, përkundrazi mundesh që të godasësh pikërisht aty ku ti duhet dhe të përçosh atë mendim që ai tjetri ka nevojë ta lexojë dhe ta të thot po të ndihet i sigurt që shiko, edhe unë kam këtë mendim dhe edhe unë mund ta shpreh. Pra mund të ndikosh pozitivisht përmes të shkruarit për të ndarë qëndrimet gjithmonë të duhura. Ashtu si kundër në realitetin e përditshëm kemi shumë abuzues që ndajnë qëndrime shumë të gabuara dhe prandaj jemi këtu ku jemi sot që akoma jemi në ajër me jetën që bëjmë në këtë vend. Faktën ne që jetojmë akoma këtu se një pjesë e të rinjve kanë kuptuar shumë mirë mendoj unë dhe fatkeqësisht kanë lënë vendin aty. Kanë qafera. Po mirë, domethënë intelektuali nuk duhet jetë vetëm përshkrues, e merr përgjegjësinë vetëm kur ka zë kritik, atëherë si mund të mbijetoj ky zë intelektuali duke pasur parasysh debatin që bëhet edhe rolin e rrjeteve sociale. Ju e përmendët pak algoritmi. Po si mund të jetë? Është më shumë. Nëse është për mua do ngrim këmbë. Domethënë çka ka ndryshuar me këtë me rrjetet sociale? Kjo është një pikë me dy presa. Çfarë mendoj unë raport me librin edhe me leximin? Është, u kam punuar pak kohë gazetar, po njëra nga ato parimet që nuk e harroj asnjëherë është duhen verifikuar 3 burime. Dhe madje njëra nga ato sugjerimet e mia që më jepni, edhe nëse e ke parë vetë, duhet një dokument zyrtar që ta verifikoj, sepse ju ti flet për diku tjetër, në fakt mund të ketë qenë diku tjetër. Por në kohë që jetojmë sot, është një mekanizëm tjetër që e mban mbyllur gojën e njeriu, e cila është ajo, po themi, në pojza buka e gojës. Bota perëndimore intelektualet i paguan. Pra, ndërton mekanizma të tillë që ti ta kesh gojën e lirë të flasësh për atë që shikon, të shkruash për ato dokumenta që gjen, të gjesh hapësira që ta thuash fjalën tënde, pa u ndar nga presioni i bukës së gojës nga pas. Ky mekanizmi i bukës së gojës nga pas ka ndërtuar atë sot që ne në çdo anë që të kthejmë kokën, jemi në fuqinë e algoritmit për të dezinformuar dhe për të mësuar ose të pavërtetën, ose atë të vërtet që i pëlqen dikujt. Prandaj, unë mendoj të ta që i bie pak shkurtë. Nëse dëgjoni, nëse shikoni, përpiquni gjithmonë të kërkoni vetë argumenta për atë që keni parë dhe keni dëgjuar, ose të lexoni burime të tjera, dhe në fund pastaj arrini një konkluzion. Po, kështu është mirë, ose kështu nuk është mirë, ose kështu ishte gabim, ose kështu nuk është gabim. Një fakt të thjeshtë. Domethënë kjo nuk është ndoshta po për ta. Në kohën e pandemisë, për shembull, lajmet për vdekjen në spitale ishin të gjitha për mua ishin një terror psikologjik dhe njerëz. Çfarë vura re unë? Në familjen time, babai im smore gjithmonë pak më shumë kur shikonte lajmet. Dhe kur unë i thosha që mos shikon lajme, ai sikur bëhej më mirë. Pra, fuqia e informacionit këtë ka. Duhet të përpiqeni të gjeni ato lajme që ju bëjnë mirë dhe ato lajme që juve ju bindin. Jo gjithçka që vjen rrethor. Po si ta dallojnë qytetarët propagandën nga disinformacioni? Duke lexuar. Vetëm duke lexuar do të arrish të dallosh propagandën. Duke lexuar një roman, për shembull, po themon me kriminalistik, do të arrish të gjesh elemente aty që të orientojnë ty drejt se si mund të gjenden burimet dhe si mund të gjenden dhe vërteta. Vetëm duke dyshuar, edhe dyshimi. Domethënë, një nga në mos gaboj tani, Macbethi e gjeti vrasin vetëm se dyshoj, se ai nuk kishte asnjë. Pra, mos e besoni ato që shikoni më të parë, por lexoni,
kërkoni burime, shikoni televizione, për që shikoni një lajm të ekrani, po themon, shikoni edhe një atë ke syri, edhe një të ABC-ja, një... Kjo gjeografi i lajme të t'ju pinë juve se kjo është e vërteta ose kjo nuk është e vërteta. Po, mund t'ju bëj edhe një pyetje tjetër. Jo, edhe rikëm, po e dua dhe Klitonin që po rinë ashtu e po tani një sekond. Çfarë përgjegjësie kanë mediat kur vjen puna për ruajtjen e besimit? Sepse media duket sikur krijojnë mosbesimin me informacionet që japin. Ja Arturi sa, të gjithë televizionet një lloj janë. Atëherë si? Po e nisun. Unë këtu shoh fotografinë e një njeriu që dua të respektoj shumë që është Timo Luto, është nga Mallë Katra, me cilin kam punuar në televizionin shqiptar, kjo redaksia e lartë. Për mua të gjitha këto fotografi janë shumë të bukura. Edhe me Timo kemi punuar nga 97 deri në 98 bashkë, pastaj kalova te kultura. Me ideja ishte që gazetaria duhet thotë vërtetën, se edhe gazetari duhet thoshte gjithmonë vërtetën, pavarësisht vështirësive që kam pasur. Dhe ky ishte roli i intelektualit. Sot përballemi me diçka tjetër. Jo vetëm me problemin e bukës gojës, se përmendi Ujari, por përballemi edhe me prishjen e sistemit të edukimit në shkollën, duke filluar që nga shkolla 8 vjeçare, shkollën në mesme, shkollën e lartë. Fatkeqësisht sot kemi gazetarë që s'din të lexojnë dhe që nuk din të shkruajnë, por mua vetëm që kam edhe koleg. Kjo është e tmerrshme, por s'kemi çfarë bëjmë, se këto janë pasojat e sistemit që kemi trashëguar për 36 vjetësh. Pra do të thosha, ai njeri që sot është në pension, mbeti intelektual, po si ai kishte të shumë të tjerë. Kjo frym tashmë është shuar ose ka vdekur. Unë nuk dua ta besoj këtë, po është e vërtetë. Roli i intelektualit është të reagojë dhe të thotë gjithmonë vërtetën. Pavarësisht duhet ngjelet nga pak bohem. Dhe besoj që prandaj thash që fillon tek roli i edukimit. Prandaj thash që është i çmoj ata fëmijë që lexojnë. Ata janë intelektualët e ardhshëm. Dhe ata janë ajo shpresa që ne na mban që ky vend ka të ardhmen. Ndryshe pastaj i vjen që të marrin valizhet e të ikin gjithë. Edhe vijnë ta nga Azia. Ky është roli i media sot është shprishur. Vetë rrjetet sociale kanë prishur rolin e medias. Po çfarë do bëhet? Problemi është i tillë që çfarë do bëhet? Çfarë do bëhet? Problemi është, thash, njeriu duhet thash ajo që tha Bujari, njeriu duhet besojnë në ato vlera të vërteta. Pra të besojnë në vërtetësi, të kapi vërtetësinë e informacionit dhe të reagojë. Nëse nuk reagon atëherë nuk e bën asgjë. Kjo është e gjitha. Po sa kështu ju që nuk lexojnë dot, nuk shkruajnë dot, apo jo? Se e ka bler diplomë. Por ai nuk do të, ai që ka bler diplomën sot, nuk do të rritë të rrihet në gazetar, sepse do vija e goca që është atje punëtar. Ose dikush që është fal dikush. Pra, do të vi dikush tjetër që do ta zëvendësoj sepse gjeneratat ndryshojnë. Problemi është mos bëjmë më keq. Problemi tani jemi në pikën më fundore. Tani jemi tani jemi në këtë pikë. Tu ka vetëm pak ujë. Pa ne duhet besojmë që kjo shishe do të mbushet. Pa duhet besojmë kjo ardhe. Ndryshe pastaj duhet të ikim të alëm vend kinezëve. S'kemi çfarë bëjmë tjetër. Është e gjitha, pra ne duhet të reagojmë, pra duhet edhe të sakrifikojmë nga vetja. Duhet të sakrifikojmë nga vetja. Sepse tu është një perandori e zakonshme në Bylis. Dhe të ka të ndisët ky vend, në këtë gjendje që sot është tmerr, është nemiri. Këto duhet kishte bujtira pa fund, duhet kishte turizëm pa fund, duhet kishte shumë gjëra sot. Që ta dramatizojmë një çik pak, se të tregoj një anekdotë pak. Ishte një vajzë shumë e zgjuar, shumë e mirë dhe do të martohej. Edhe gjeti djalin më të punëtorin, më të shkathin e më të mirin që kishte fshati. Edhe ai domethënë për çdo padrejti ishte i pari për atë dhe pastaj u martua me të,
lindër fëmijë, u rritë, kur dal nga dal, filluan të kishte probleme dhe ky nuk po ngrinte më zërin. Edhe i tha një nga ata bashkëluftëtarët, i tha shoqës se ta pojnë rrugë, tha thuaj burrit tënd ta ngrej zërin, tha se kam mbetur vetëm. Se s'pondiet. Po, tha ai, tha ishim bashkë, ne ishim kapshim armën edhe dilnim atje. Edhe shkojnë në shtëpi dhe i tha burrit, tha, ka filluar ata humbish logjikën, i tha. Tani tha po ndodhen gjithë padrejtësi tha në katundin ton, tha dhe ti tha s'pondihesh. E po tha nuk po ndihem tha se kam grua dhe kam fëmijë. Do të ndihi rrezikuar te gruaja dhe te fëmijët. Tani kjo është ajo që prekëm. Domethënë, një shoqëri moderne i mbron këtë lloj kategorie që të mos rrezikohen gratë dhe fëmijët. Domethënë, është e turpshme sot që të shikosh në rrjetet sociale se si individët që e ngren zërin linçohen, sulmohen, shahen, rrethyhen dhe autoritetet që kanë të drejtën për t'i mbrojtur këta nuk dalin të thonë. Për shembull, unë po marr një rast, ju keni dëgjuar për shkrimtarin Agron Tufa. Është një nga shkrimtarët bashkëkohor më të mirët që ka Shqipëria sot. Te Klitoni e njohur. Ai ka gruan dhe 5 fëmijë. Domethënë, megjithatë ai nuk e ngriti, domethënë ai e ngrinte zërin për problemet që ai mendonte se ishin gabim. Domethënë, Parlamenti shqiptar për të luftuar për të dekomunistizuar atë i kishte bërë ligjet në rregull, por çfarë ndodhte? Në vendin e punës shkonte ai që kishte lidhje me komunizmin. Dhe ai u kësnua dhe nëse ai kësnohet një zë i lirë, domethënë, ky parlament, ky shtet dhe kjo qeveri nuk duhet ngrihen ata dhe ta linçojnë. Ti thon mbyllë gojën mos fol. Jo, të gjen njeriu që ka kësnuar dhe nëse ai shpifen, thyen, shanë, dhe ai do të përgjigjet ligjërisht para ligjit. Po nëse ai nuk mbrohet nga kërcënimi për jetën, atëherë çfarë do të bëjë njeriu? Ka grua dhe fëmijë dhe do të detyrohesh të heshtësh. Tani unë mendoj se si sta edhe Klitoni kemi shkuar drejt fundit. Po ndoshta kur të prekim fundin do fillojë edhe ringritja. Dal nga dal, siç ka rënë, dal nga dal të fillojë të ngrihet. Po edhe jo të nga njëherë jo në shpresë, po duhet edhe besim, po duhet edhe punë. Dhe me këtë rast në qasë jemi të libri. E këto i ka vujt edhe bota për para ne. Unë do t'ju bëj është një sugjerim. Jo një sugjerim, do t'ju lexoj një thënie nga një intelektual anglez, britanik, i viteve 1800, i cili dhe këtë probleme kishte edhe Britania në Britania dhe kolonitë e veta për arsimimin e njerëzve. Si do të arsimohen? Arsimimi nuk është, fillove një godinë tani e ndërtoi për një vit edhe e lyve rregullove. Ai e thotë kështu. Merr një vendim që për çdo ditë të lexoni pak. Qoftë ajo edhe vetëm 15 minuta. Rezultatet duken pas një viti. Kështu që ndoshta do të fillojmë ka 5 minuta, ka 10 minuta, ka 15 minuta. Të edukojmë veten tonë, të kulturojmë veten tonë, po edhe fëmijët, edhe gruan, edhe familjen, edhe shoqërinë, edhe këto, edhe pastaj dal nga dal do të fillojë ringritja. Mund të lexoj replikë? Po fliste Lexon dhe një orë, 2 orë. Këta që lexojnë këtu lexojnë. Do t'u lexojnë fëmijëve. Mund të kalojmë edhe te pyetjet. Mund të kalojmë edhe te pyetjet, ndoshta diçka që ka lidhje pikërisht me kohët e sotme. Shumë qytetarë kanë shprehur shqetësime për transparencën, për korrupsionin, për klientelizmin, për mbrojtjen e mjedisit, për funksionimin e institucioneve. Dhe ky është duket sikur është thelbi i protestave që po ndodhin tani në Tiranë. Ne jemi larg, megjithatë, me mendimet tona, me bindjet tona. Çfarë mund të bënin intelektualët që midis njerëzve me opinione të ndryshme të kishte dialog dhe të mos kishte dhunë, mos kishte përplasje. Kjo nga perspektiva ime që mendoj që duhet evituar dhuna. Si e mendoni? Çfarë roli mund të ketë në këtë rast? Bujari thaj në kullaf që njerëzit të bukur që ai që është intelektual linçohet. Intelektuali është ai që del mbi fet, del mbi parti, del mbi gjë, intelektuali ka bullë. Unë
tregova një rast çfarë ku ishim bashkë. Në Shkodër në 93-shin pati një provokim të jashtëzakonshëm. Atje është një ndarje e fortë katolikësh dhe myslimanësh në xhaminë një xhami kryesor në hyrje të qytetit. Xhabia. U vu një kokë derri dhe kjo provokoi shumë u ngritën këta myslimanët gati për të djegur katolikët. Dhe është nisur me helikopter janë dy figura personalitete që unë i respektoj dhe u çoa në këmbë edhe sot. Afis Abrikoçi dhe Imzot Rok Mirdita. Janë nisur me helikopter urgjentisht nga Tirana dhe ky problem u shua. Domethënë ata mbi që se ishin fetar, ishin intelektual. Ky është roli intelektualit sot. Intelektuali duhet dalë, nuk duhet shihet. Por problemi është tjetër, që ne ja kemi lënë Facebookun killarëve në dorë, ja kemi lënë gjërave të ndyra në dorë, dhe më shumë klikime ka një njeri që vret, dhe probabiliteti sot ishte, ma tha një koleg, për një lajm të keq mbulon 70 lajme të mira. Dhe për 70 lajme të mira që ta fshuash për të njëjtin person. Ne në momentin që nuk arrim të ndërtojmë sistemin e arsimit, nuk kemi ndërtuar. Në momentin që nuk respektojmë shoqin, prapë nuk respektojmë ndonjë. Ish kancelarja Angela Merkel kur i kërkuan të rriste parat, tha pse një deputet, pse një mësues do paguhet më shumë se një deputet, ajo tha vetëm kaq. Ajo mësuese ju ka mësuar juve. Më thonë, i tha deputet. Pa kjo është sistemi gjëra. Ose po t'ju themi diçka tjetër. Është një video që çarkullon në internet, pavarësisht se shumë njerëz nuk e duan Rusin, to janë çështjet e tyre. Është video e tillë, Vladimir Putin shkon në një hotel dhe merr mësuesen e vet, që ka mësuar, e merr çon për drejt. Pra, ai respekton mësuesin. Pra, këto janë gjërat. Shteti duhet të fillojë të respektojë mësuesin. Shteti duhet të respektojë intelektualin. Në mos pastaj do ndodhi problemi që fëmijët tanë do edukohen nga ignorantët dhe nga njerëzit e papësuar. Kjo është e keqe. Oriona. Dhe është një e keqe, siç e tha dhe Kletoni, që nis pikërisht nga brezi i parë dhe nuk nis fare në 9-vjeçare që quhet sot, po nis që në çerdhe dhe që në kopësh. Ke arsimtar, domethënë që çalojnë në profilin e tyre të mësimdhënies. Mungon Pak më lart, se nuk mungon qytetaria, mungon intelektualizmi, sheh gjithnjë më shumë edukator që janë të pakt në formimin e tyre arsimor. Mua më ka rastisur me të dy fëmijët e mi, po e nis nga shembulli personal, për të mos e përgjithësuar se ndoshta ka edhe gaboj se njerëz jemi. Të dy fëmijët i kam rritur në çerdhe, në kopësh, në shkollë dhe më ka ndodhur me arsimtar, domethënë problematik. S'dua t'i përmend situatat që më janë krijuar, që jam ndeshur në mes të Tiranës, duhet thënë në mes të bllokut, arsimtar që ishin për mua me probleme të shëndetit mendor, po për që arsye të një miku, të shkak të miku të brenda partisë, drejtonte një komunitet fëmijësh të vegjël, disa muajsh, që nuk ishin të përgjegjshëm ata vetë si drejtues për veten e tyre, jo më për fëmijët e vegjël. Dhe ka ndodhur dhe incidente, dhe mbasi ka ndodhur incidentet, janë zhvendosur nga aty dhe kanë shkuar në një vend tjetër. Po kështu dhe në klasën e parë, me vajzën time e njëjta situatë, një mësuese me probleme shëndetit mendor, e kështu përjedhoi dhe në ciklet e më të tjeshme, kështu që është një situatë që e ndeshim, jo se janë të gjithë mësuesit kështu pa cënuar figurën e mësuesit, por ka ndërmjet tyre dhe ka pafund edhe në aspektin
intelektual që në thonjza janë intelektual, por që janë jashtë fushës, jashtë profilit të tyre rrënjësisht madje në gjimnaz dhe në universitet. Dhe kjo reflektohet më së miri ke fëmia. Unë personalisht jam marrë vetë me fëmijët e mi të paktën në ciklin e parë shkollor, do me thënë deri në klasë të 5, duke ndjekur dhe duke qenë dhe vetë unë brenda profilit, kam mbaruar për mësuesi për cikëltullët, e njoh shumë mirë, e kam bërë me dashuri, vazhdoj dhe kjo më ka ndihmuar edhe në profilin që bëj sot si gazetare në fushën që drejtoj. Kështu që ja pra, është shumë e vështirë dhe kjo pjesa e intelektualizmit. Edhe kulturës demokratike. Po, A arrim ta dëgjojmë në njëri tjetrin? E drejt. Unë nga arsimi mendoj unë çdo gjë. Edukimi është baza, ajo të bën atë njeriu e duhur për të nesërmen në shoqëri, edhe më lart në profesion, gjithandaj. Arsimi është baza. Po mos tjetë ai. Bëjmë gjë. Në këtë kuadër që tha Oriona, unë kam bërë 2 vjet në televizionin shqiptar, kam bërë emisionin për universitetet publike. Me dashje nuk tentova aty këtë televizionet për problemet që kishin me televizionet këto universitetet private, sepse them që po të kemi një arsim publik të fortë, do të kemi një shoqëri të fortë. Dhe problemi që kishin të gjithë, po do them, për gjatë 2 vjet që konstatova, ishte problemi i tillë. Sado programe që mund bëjnë fakultetet sot, sado që të ecin me kurrikulat e bërboqme me programet e nxitsimit, problemi i tyre është ky, që kontingjenti që vjen nga shkolla e mesme është në një situatë shumë katastrofike. Po ai që vjen nga shkolla e mesme ka ardhur nga shkollat e vjeçare, dhe do të thotë që arsimi është shkatruar që në fund. Fakti që ne kemi pasur 4 abetare para një 6 vitesh është katastrofike. Për fat mirë, unë dhe shumë nga ju këtu gjithë kemi mësuar abetarin e Koç Xhumarit, që është abetari që ka muzikalitetin më të madh të Shqipërisë. Po problemi është se politika shqiptare me dashje ka shkatruar sistemin arsimor të 36 vite. Dhe kjo lë shumë për të dëshiruar. Leonard. Do t'i qëndroj besnik pyetjes tuaj sepse shkipi debatin. Përpara se të bëhe kjo revolt në Tiranë, për vite me radhë kam shkruar për çdo lloj problematike që ndodhte në gazeta qendrore, kohës, cilat lexoheshin mëngjes, pra artikuj që shkruaja, merresh shishnim, shkonin atje ku duheshe. Kam thënë gjithmonë të njëjtën gjë, për çdo lloj problemi. Ku janë shqiptarët? A dalin këta, din protestojnë atë. Ç'është ky popull amorf, krejtësisht? Mas shumë vitesh plasin protest. Pa pikën e lidhjes. Dhe gjithato janë thënë gjëra plot, por pa pikën e lidhjes. Pra protesta, sepse ju këtu e kishit besoj. Protesta e fundit. Dhe mendimi intelektual, se unë s'ka parë një mendim intelektual me të thonë drejtën në atë protestë, përveç se sa një tuf njerëzish që vënë marrin mikrofonin dorë dhe thonë çfarë do teket. Por nuk e kanë dorë as profesionist, po them, as politikan jo dhe mirë bëjnë që s'janë aty, as intelektual. Dhe një protestë në cilën nuk shkon atje ku duhet. Çfarë përfitojmë ne nga kjo? Asgjë. Nuk përfitojmë asgjë nga kjo protestë. Përveç se më në fund, mas shumë vitesh, më dhe që nga armët kimike po them, e këtej, nuk po flasë për protestat e Lulbashës me gaz rocielës e këto tjera, shtjetër gjë ajo, protestë qytetare. Është e vetmja, mas shumë vitesh, që prapë nuk po çon ujë atje ku duhet. Mendimi intelektual sërish është i mbytur, ose s'ka dalë fare. Me shumë gjasa nuk ka tentuar as të vijet në krye, as u udhëheqi. Kjo është situatë. Ka një përpjekje, janë 100 intelektual në diasporë, është një... Po diaspora është në Kinë. Po dakor, është një... në Pekin. E dëgjuat pyetjen. Sot vi deri këtu. Duhet aty në Tiranë, aty te ministria. Unë do ta kundërshtoj Leonardin.
të kundërshton. Por çfarë të bëj ju? Jo, po tash të kam debate ka. Nuk e bën të keq. Domethënë, në këtë rast, çfarë ndodh në studiot televizive? Jo, Domethënë, ke në drejt, rast ke studiot televizive, ti shikon mëna të shkëndën në sekondës, ai domethënë i lexon Leonardit ku i punon e shoqja, ku i ka fëmijët, Kërcënim. sa lekë ka marr pagën atje, si ku shoku i vet i ka marrë një tendër kënej edhe ne. Domethënë, dhe çfarë bëhet linçohet Leonardi për to që thotë. Sa lek ka marrë nga Ktu kemi arritur. Po kur Leonardi nuk tërhiqet. Tani po themi këtë. Çfarë shikoj unë, anë nga libra ndonjëherë thon, nuk mjafton të fitosh me trimëri. E thon, 7 hile një trimëri. Do të bësh pak hile se do dalin luftë atje, po ti do fshihesh pas një guri se po dole kështu me plombin Tani, kjo protest çka ka të mirë? Ka të mirë njerëz pari se i tundi me fëmijë, do fakti që njerëzit dalin me fëmijë të vegjël në protest, tregon që ata kanë një të drejtë. Dhe kanë një të drejtë dhe e drejta atyre shkon deri atje sa ka thënë edhe qeverinë përballë një përgjigje, domethënë çfarë do thotë tyre njerëzve? Sepse secilin prej atyre ka një hall që ka shkuar në zyrat e shtetit, në spitale, në shkollë dhe këto probleme. Dhe i kanë thënë po, këtë drejt dhe të drejt nuk ka. Për shembull, në pallatin tonë kemi një pensioniste. Ajo rri me nënën time pin kafe dhe dashje pa dashje do të dihet dëgjon hallet e asaj. Ligji shqiptar thotë që kjo pensionistja i kompensohet ujë, i kompensohet energjia, nuk paguan faturë dritash, i ndrohet sa hati ja paguan shteti edhe të tjera. Tani çfarë ndodh kjo kësaj pensioniste, domethënë, të gjitha i faturohen. Shkon atje te zyrat e ujësisë i thon po ti ke të drejtë, po ti tani duhet sjellësh një dokument që në rrënjën tanë familjare. Po pi thot dokumentat ti ke, thot ai, ku ta gjej unë dokumentin? Ti je shteti, thot ti ke Albania ti. Dhe shkreta është rollatur 4 muaj, 5 muaj. Dhe ka marrë lekët boshë, i ka paguar ato detyrime se rrezikuan t'i presen dhe ujë. Po pritet ujë, nuk pritet ujë, drita, buka, në botë, kur je në këto kushte që nuk ka mundësi të ushqehesh, ai po shteti të urdhëro pensionin, të hash, të pish, të shohësh televizor, edhe pastaj edhe kishim një rast tjetër, një autore tjetër që vjen nga Amerika tani, po rastin në këtë rast, dhe e tha, kolegja ime, tha, nga Bangladesh, tha, kishte 4 orë punë, tha, dhe nuk i mori 4 orë gjysmë, sepse po të merrte 4 orë gjysmë i kalon të paga dhe humbiste asistencën. Pra, në kuptimin, bota gjen mekanizmat që edhe të punoje, edhe të marrë asistencën, edhe të jetojë me dignitet. Të heqësh bukën, të heqësh ujë, të heqësh shërbimin mjekësor. Këto janë të prekë dignitetin e njerëzve dhe qeveria nuk ka çfarë të thotë tyre njerëzve për këto. Edhe rri tani dhe pret, më thonë që ne që protestuesit mërziten dhe tikin, për sa duket ata s'kan më se të mërziten se ka shkuar në fund. Kështu që në këtë kuptim duhet të them që protestat janë të mira, por janë të mira edhe kur flet kot. Sepse trazon. Ço do bësh ti kur të bësh se ka një kështu që kur bëhet kryeminist. Do bësh sheshin e protestë, do bësh sheshin e protestë. Më njëherë në këto dhe unë them kështu kur të bëhem unë kryeminist se ka kjo moda shqiptarëve kur të jem unë, domethënë po edhe unë e kthej në humori se unë nuk dua punë tjetër më të mirë se sa këtë që kam. Sepse edhe s'kam pas. Edhe them unë, kur bëhem kryeminist, aty ke piramida do ndërtoj një shesh i protestës. Edhe nuk kanë nevojë të mlidhen 10 veta, 15 veta, 20 veta dhe 100 veta. Mjafton një njeri vetëm të marrë një tabelë, të shkruaj hallin e vet dhe të dalë aty. Edhe qeveria të shohë njeriu e vet, thonë cili është ky hall, sepse halli i ujit, halli i dritave, halli i energjisë, halli i bukës janë probleme që duhet t'i zgjidhë qeveria. Halli i laçeve. Halli i laçeve. Halli pastaj se ti do të marrësh një pagë edhe do të shëtitësh Evropën, pastaj Halli më i madh është i pronave, është i pronave halli më i madh. Ja kanë dhënë Vazhdim të debatit. Ideja ime ishte pikërisht kjo, që dil një herë në 2 ditë dhe protesto, se sa del një herë mbas 10 vjetësh dhe proteston për 200 gjëra. Dhe problemi është që në 35 vite që në 91-shin ne mbetëm duke protestuar dhe asgjë s'ka ndryshuar. Nuk kemi Pra ata protestuar. i kanë bërë
kaq bukur i kanë lidhur hallkat ata që u interesojnë ta mbajnë këtë vend peng, saqë ne po fatkisht do nuk është dakord. Qeveria përdor një statistikë ato. Sipas statistikave thotë, rruga mesatare të ardhët e mesatare të shqiptarëve janë 1000 euro për individ. Edhe një shoku im përdor masaletën, thotë, "Diçka thot statistika thot? Statistika do të thotë që ti ha 3 pula dhe ai bashkëtarë jot nuk han ta. Dhe mesatarisht, me statistikë tha han të dyta nga dyta. Në fakt ai sa asgjë. Tani do ta kaloj të protesta unë. Të protesta tani që dalin për ditë ata do të rregullojnë statistikën, se kemi 15 vjet që nga viti 2011 që Shqipëria nuk ka protesta, prandaj dalin për ditë. Nuk ka protesta. Nuk ka. Pyetje, kemi pyetje. Sugjerime. Këshilla. Kisha unë një pyetje, na tha që kemi një bijin ton këtu shkrimtare. Ishte Olimpia. Jo, ishte Olimpia pa. Olimpia nuk erdhi sot, Olimpia na lidhi me Klitoni. Aha. Nuk kishe të takimi me Olimpin? Jo. Jo, ka humbur shpresa, kanë qenë të tjera. Në Klosi Velaj. Velaj. Po. Shpresat si e mendon? Ti themi Olimpia Jo vetëm atë, ideja është roli të intelektualit. Çfarë na mbetet ne si komunitet? Roli i intelektualit është që vërtet duhet të ngresh zërin, po duhet të gjejmë mbështetje. Mos të ngelet vetëm një intelektuali, vetëm një zë i vetëm shuhet. Duhet të ketë mbështetje dhe ndërkohë që janë të drejta ato kritika apo problematika që ngrihen, nëse nuk gjejmë mbështetje, ato shuhen. Dhe në këtë mënyrë intelektuali tërhiqet Se tërhiqet se ngelet vetëm, duke ngelur vetëm Bashkimi bën fuqin. Edhe sulmohet. Unë kam patur rastin që gjithë jetën jam sulmuar, sepse nga mbi emri dihet që gjithmonë ekziston ai opinioni që kjo është ashtu edhe se rrjedh nga ata dhe kështu ka ndodhur. Dhe duhet të mendojmë që të mos mendojmë më për vete, po të mendojmë për atë që është e përgjithshme. Dhe ajo që duhet të mendojmë së pari janë fëmijët. Fëmijët janë ata që ne duhet nisim edukimin nga ata. Dhe ndërkohë që duhet nisim edukimin nga ata, duhet të bëjmë pjesën tonë, se cili të bëj atë të vetën. Pak, po ama duke bërë nga pak, bëjmë të gjithë së bashku. Dhe unë ta marrë tani si shembull personal. Të vi tek vetja për treguar se çfarë ndodh. Shpesh shtëpit botuese atë shkrimtarin e fëmijëve ose autorët për fëmijë apo autorët e rinj që shkruajnë i trëmben. Nuk i hapin dyert, sepse nuk ka emër. Dhe ky autor që ka shumë dëshirë të shkruaj, që arrin shkruan shumë bukur, që sjell mesazhe shumë bukura, që krijon një lloj komunikimi ndryshe nga ajo që ka qenë dikur, sepse është shumë e rëndësishme që ne me fëmijët e sotëm të dimë të komunikojmë. Nuk është më ai fëmia para 9 vjetës që komunikonte e Gaço Bushaka, Adelina Mamaçi e të tjerë të shkëlqyer si autor. Por sot autorët duhet të jenë shumë kreativ, të kenë një botë tjetër dhe të dinë të bëjnë një lloj edukimi ndryshe, një lloj komunikimi për të sjellë atë që duhet tek fëmia, se fëmia duhet të besojë tek ajo që thua, tek ajo që shkruan. Ashtu si duam të besojmë ne te intelektualët, masa e gjerë. Dhe ndërkohë që gjen shumë bariera, një lloj presioni që tek botimi, që tek shpërndarja dhe tek bibliotekat që u tha që ka me probleme mendore, si shtat juve te drejtues të ndryshëm, te kurikulat që çalojnë shumë dhe tek ato presione që nuk lejohet në shkolla apo kopshte shtetërore të futet literaturë tjetër përveç se atyre që është në kurikull e rregulluar me ato miqësitë e tyre, me ato interesat e tyre, me përfitimet e tyre dhe e reja të mos futet. E reja duhet të futet.
Unë në qoftë se do t'ju bëja një pyetje juve të gjithë dhe sot, do të thosha sa shkruhet për fëmijë sot, nga autor shqiptar. Jashtë zakonisht pak. Unë para 3 muajve, mos gabojmë, isha në një konferencë ndërkombëtare dhe bëra një prezantim vetë, bashkë me kolegen time, profesor doktor Shpresa Delia, bëm një studim mbi librin për fëmijë. Ishte shumë e rëndësishme të shikoje jo vetëm bibliotekat, po librarit që shesin për fëmijë dhe aty ka vetëm, domethënë masën më të madhe literaturë të përkthyer, jo autoktone, jo literaturë për fëmijë që të ketë traditën shqiptare, të ketë kulturë shqiptare, të ketë personazhe shqiptare, por ka demon, ka robot, ka princesha, ka po dhe fëmijët përballen me këto dhe fillojnë sepse ato janë dhe ata fillojnë të duan ato, ndërkohë që ne duhet të japim pjesën tonë për kulturën shqiptare, sepse nëpërmjet atyre do të edukohen me atë që ne duhet, me atë lloj fryme. Dhe shumë mangësi në për librarit, në biblioteka, autori shqiptar ishte i vakët, shumë pak. Ndërkohë që unë fjala vjen në librin tim të fundit për fëmijë, e kam titulluar Tak tak trokiti dera, sepse na ka humbur trokitja e miqve, e njerëzve të afërm, po na humbet dashuria për njëri tjetrin. Nuk kemi njeri të na trokas në derë dhe fëmia e shikon këtë, është i mbyllur, po rrisin fëmijë si në laborator dhe është shumë e frikshme kjo që do të them tani, që librat e mi, përveç se në 2-3 vende Albana është treguar shumë bujare në këtë drejtim që ta shpërndaj edhe këtu, qëndrojnë në bagazhin e makinës time. Është e dhimbshme, po është dhe shumë e frikshme. Unë kam shëtur Familja Rosmaku, një trilogji për fëmijë, që vetë fëmijët identifikohen me personazhet që kanë dhe emra, por çfarë kanë ato libra që t'i bëjmë për vete fëmijët. Se ka shkruar dhe të tjerët. Librat janë multimedial, sepse sot teknologjia po bën atë që ne po vendosemi përpara të papyturave të shumta, dhe në vend që të bëj edukimin tek fëmijët edhe tek të rriturit, siç tha dhe ju në rrjetet sociale që ndodhin këto dhisma e këto gjëra të jashtëzakonshme të pa para ndonjëherë, sot duhet vendoset prioritet në edukim, jo të jetë të na shkasin fëmijët duke parë ato emisione të shëmtuara që nuk përçojnë mesazh, nuk rrisin aftësinë e fëmijës të bëhet kreativ, por fëmia bëhet i ngurtë dhe unë shikoj që nuk është i përqendruar më. I do 2-3 minuta gjërat, jo më të gjata. Kurse ne përpara kemi qenë shumë të duruar, kemi patur një lloj vullneti, kërkonim nga vetja. Fëmijët janë të mbyllur, thash, po rrisin fëmijën në laborator, unë jam një gjyshe, dhe tani që jam gjyshe, i kam dhënë vetes prioritet që do bëj një pjesë për fëmijët. Ndërkohë që nuk bëj vetëm librin, bëj dhe moderatore në Bruco Broadcast Radio në New York për emisionin e fëmijëve dhe jap aty emisionin sepse dhe librat flasin dhe këndojnë. Si ato kanë brenda emisionin që unë bëj dhe aty kanë edhe këngën, edhe zërin tim, edhe të gjithçka që një fëmijë përton ta lexoj, ose një fëmijë nuk di akoma të lexoj, ose vetë prindi nuk është aty apo nuk ka durim të merret sepse vjen i lodhur, është shumë i lodhur nga puna, sot punojnë shumë prindrit, se mundohen që të kenë mirëqenie fëmijët. Por harojnë që gjë e parë është te edukimi për të qëndruar pranë dhe edukimi sot është i lidhur me teknologjinë dhe hajde ta vendosim teknologjinë prioritet në edukim. Pra, duhet që të ndihmojmë që autorin për fëmijë
ta ndihmojnë shtëpitë botuese. Edhe me ju kam folur. Faleminderit. Faleminderit shpresa. Ka një pyetje. Atëherë pyetja. Përgjigja. Botohen pak për fëmijë sepse disa herë edhe ministria apo edhe shoqata botuese kanë anulluar çmimet për shkrimtarët e fëmijëve. Nuk ka pasur prurje. Dhe ata nuk kanë dhënë Sepse është bariera apo jo? Më falni, se kemi edhe këto. Një sekond, Leonard. ka handikape nga më të ndryshme. Handikapi parë është është bizdesë dhe nuk mese. Një. Handikapi Leonard, dytë është Leonard, të lutem. Të mbaro iki kjo dhe të avanzojnë që të dëgjojnë nga ata. handikapi dytë mund të jetë që është mirë rëndësishme. Mendoj unë është që autori është më avangard, pra është shkolla më të përparuar dhe botuesi me shumë gjasa duhet të jetë i shkollës vjetër dhe nuk arrin dot të bëjmë. Leonard, për botuesin se jam Nuk e kisha me ty. se jam këtu. Ka është lidhje botuesi. Qësi është problemi i librave për fëmijë është një problem shumë i madh. Edhe botuesi, do të kemi folur edhe bashkë. Problemi është këtu. Nuk ka treg për librin për autor shqiptar. Domethënë, një botues do ta merrte përsipër botimin e çdo autori shqiptar për libra për fëmijë, nëse do të siguronte një minimum i shitjeve një tirazh prej 300 kopësh. Sepse bëhet fjalë në fund të ditës bëhet fjalë për kosto. Janë kostot e shtypit. Domethënë, nëse unë kur e kam nisur këtë punë, kostot e shtypit ishin 15, maksimumi 20% të çmimit të librit, sot kostot e shtypit kanë shkuar 50%, 60% të kostos të librit. Që praktikisht do të thotë, nëse unë botoj një libër për fëmijë, ose do të arris çmimin, ose nëse para 20 vjetësh ishte 100 lekë, tani do ta bëj 400 lekë dhe 500 lekë. Te cili është e vështirë për tu blerë, sepse fëmijët kanë edhe një gjë tjetër. E lexojnë librin sa e mbyll sy. Nuk e presin ta lexojnë nesër, ta lexojnë pas nesër. Pra, është një kohë. Së dyti, institucionet arsimit i kanë vënë ndrynin librit shqip. Janë vetë ata të parë. Domethënë, ata ka krijuar një listë të cilat duhet hyjnë në shkolla. Edhe kjo listë në shkolla pastaj ja ka hequr të gjithë autoritetin mësuesit që të zgjedhë një libër që i përshtatet nxënësve të klasës së tij. Të zgjedhë gjyshen Gango, ta përkthej dhe më kanë bibliotekë dhe marrën orën e mësimit dhe kalon në këtë radhë, ndërsa autori shqiptar nuk hyn. Dhe pse unë për shembull si botues refuzoj, po hezitoj të botoj librin shqip. Pse? Ose do të gjej sponsorizim për të votuar kostot, që në shumicën e rasteve i paguajnë autorët, po unë e heq këtë, unë nuk e pranoj këtë lloj. Prandaj ndoshta edhe ju kam refuzuar. Pse? Po unë nuk pranoj të marr para nga një autore për një libër për fëmijë dhe pastaj unë t'i marr lekët edhe të rrit pastaj me libra të makinë. Domethënë nuk e kam pranuar këtë lloj. Edhe them mami nuk e botoj fare. Unë kam edhe 2 autorë këtu, domethënë, që është pak më ndryshe sepse libri këtyre, po megjithatë për libra të cilat unë ja vlen që të botohen, domethënë unë dua që ata të mos harxojnë para, mundësisht të marrin. Ndryshon në rastin nëse do vi dikush nga fshati e ka dhe bëj historikun e fshatit. Domethënë në këtë rastin historikun e fshatit, domethënë unë i marr para dhe në rastin e historikut të fshatit, me librin e historikut të fshatit, pastaj unë botoj edhe 4-5 libra të tjerë që mendoj se zgjasin në treg, 5-6 autorë që kam unë, kryesisht shqiptar dhe që i kam shumë të mirë. Pa ky është një problem. Problemi tani ne nuk e zgjidhim me një debat. Problemi zgjidhet me një platformë kombëtare të edukimit. Do vendosim të merremi me letërsinë shqipe. Për shembull, 10 ishte turp u hoq fare çmimi i letërsisë për fëmijë. Po dhe sikur ta marrë njëri që se meriton. Për shembull, si ka ato para, pse do t'i djegësh? Domethënë, ti jep përkthyesit çmim për përkthimin. Që në fund fundit ai ka bërë përkthim sepse ka interes, madje ka përkthime që shumica përkthimeve të saj natyre janë sponsorizuara nga donacionet dhe ambasada dhe fondacione, ndërsa çmimin për autorin shqiptar ti e heq fare. Tani kam një vendim. Ka ndonjë pyetje? Ja, Të lutem. Si botues, unë e marr përsipër koston e atij botimi e marr vetë. Po. Ju e mirëni dot shpërndarjen? Që të vej atje ku duhet, mos të bredh autori. Dorë në dorë. Të vej tek fëmia? Të vej tek Dhe në thëmë koston e marr vetë. Është folur vazhdimisht se një nga problemet e librit në Shqipëri është shpërndarja. Shpërndarja është një sektor që
i pritën degët çdo ditë. Domethënë ju çdo ditë mund shihni që ka librari që janë mbyllur. Për shembull, këtu është mbyllur libraria me emrin e Mat Ismail Kadare. Unë dhe ai botuesi atje kemi humbur sheti se sa libra që a u shiten, as u shiten, a morën lek as morën lek, po na i humbën para. Pra, me emrin e Mat Ismail Kadare u hap një librari e madhe në qendër të Tiranës, edhe ajo mori librat tonë dhe bëri atë publicitetin 1 vit 2 vjet dhe pastaj u zhdu. Dhe në qoftë se unë për shembull sot do dilte një distributor dhe të mlidhte paratë e mia e shtëpisë tonë botuese të humbura në për librari, unë do ta kisha botuar librin tuaj pa lekë. S'ka nevojë ta botoj. Prandaj shteti në këtë rast duhet hyj me një agjenci ose duhet të sponsorizojë një agjenci distribucioni që të garantojë shpërndarjen e librit në çdo cemp të Shqipërisë. Ndryshe nuk bëhet. Ju që jeni Jo, nuk ta garantojnë ju dot. që jeni afër qendrës. Po. Në Tiranë. Shpjegoj, nuk e Të gjithë garanton. shtëpitë botuese që e kanë këtë problem që thoni ju. Atëherë, pse nuk bëheni bashkë dhe ta vini përpara Ministrinë e Kulturës apo Ministrinë e Artimit që ta dërgojnë Po sa herë janë vënë të bëheni bashkë. Po, ja, domethënë, sa herë që janë diskutuar këto probleme, ata nuk thonë dot që ne kemi gabim. Problemi është që i marrin vendimet pastaj që Sa të vim ne nga Vlora, të vim ne nga Vlora atje në Tiranë ju jeni më afër. Kemi edhe Naimin këtu për shembull. Një nga problemet e mëdha që keni dëgjuar ju sot është çështja e gjuhës shqipe. Domethënë ka teori tani që thotë fjala bujar edhe e zëvendëson don me lë un me d kën edhe nxjerr një kuptim që sipas atij thotë kjo fjala hekal është vjen nga shqipja dhe ose fjala për shembull Afrodita është Afrodit. Po. Tani, një autor, që është një nga studiuesit më të mirë të gjuhës shqipe sot, ka bërë një libër për alltarët e gjuhës shqipe. Është një libër që rekomandohet kryesisht për nxënësit e mirë të gjuhës shqipe, por sidomos për mësuesit, që në këtë kakofoninë e gjuhës shqipe të orientohen drejt se çfarë është shqip dhe çfarë nuk është shqip. Ky libër është në listën e rekomanduar nga Ministria e Arsimit. Tani çfarë ndodh? Nëse ky libër do të ishte të paktën në një kopje në bibliotekë, pra 500 kopje në 500 biblioteka të shkollave në Rulingën e Shqipërisë të kishin ka një kopje, ky libër nuk është në asnjë bibliotekë. Pse? Sepse nuk është zgjedhur. Sepse ata që ndikojnë te zgjedhja e kanë hequr këtë libër. Dhe qëlloi që vetëm në Durrës u zgjoft një kopje libri. Dhe ai zotëria atje ka paguar rreth 300 euro për të bërë dokumentacionin për të futur në këtë listë. Për kontrata me autorët, certifikata autoriale, kontrata me noter e tjera. Dhe absurdi tjetër ishte pastaj se një drejtori tjetër në Lezhë i thoshte që ti të sjellësh librat e bibliotekës, duhet që makina që ti përdor të jetë e regjistruar në emër të kompanisë që do shes librin. Absurde të kësaj natyre. Ose ti shtëpi botuese duhet të vërtetosh që ka lapsë rezervë, po. Pra ka ashtu problematikash sa po të vish ti edhe të dëgjosh ato hallet tona, thua di se puna po na parë. Kjo është dora e padukshme që do të shkatrojë arsimin, edukimin. Kjo është dora e padukshme. Ose them dora e padukshme, po faktet të shojnë në Fakti është që Ministria e Kulturës nuk ka pra që i rregullon kështu punën. Ka strategji. Nuk ka strategji. Para. E dyta është maskaralliku që bëri ky ish ministri financave. Si ka ky? Jo, ky më që është në Zvicër. Po. Ahmeta. Domethënë ai bëri një ligj të tillë që librin e trajtoi si i madh, domethënë siç që për shembull tjekulla, tulla, preshi, molla, domethënë ky duhet ta çoj librin në duhet t'ia shesi librarisë, libraria kaq vend ka dhe libraria duhet ta blej, pastaj do të nxjerrë fitimin, po i shiti librin. Dhe po që ishte kundërta të më vëndi mund të qojë librin në librari, po u shit mirë, po të u shit do këthejmë mrapsh mas ka që kohësh. Pra mungojnë politikat e tilla, do më thënë, vërë se si e shofim ne kulturën, përse e shofim si malë tregu, atë e jemi të humë. Dhe të dyta, ajo që kemi ngritur zërim, jo vetëm ta botuesi, po edhe ne si autore, si gazetar. Mungon një treg i madh shpërndarje. Më thënë, libri i Nartit do të botuar, libri më i ri i Nartit është botuar Prishtinë. Në momentin që ai do të dalë nesër, doli sot në Prishtinë, ai duhet të jetë në Tiranë. Është një njëjta gjë që
Sot bota ka arritur ti voton librin në anglisht dhe atë libër ti të ke në ditën që ke në Londër, ke dhe në Berlin, ke dhe në Roma, ke dhe në Milano. Ne nuk po bëjmë këtë, ne nuk po bëjmë. Kjo është ajo që ka dëmtuar botusit, që ka dëmtuar kjo. Tani, shpresa, unë ju ftoj që, sepse do rinë këtu sonte, ju ftoj që të rini për darkë edhe të flisni më në detaje, kemi trajtuar çështjen e librit, kemi folur për sa i përket debatit publik, që rol mund të luaj intelektuali. Kemi prekur pak demokracinë tonë, të brisht, si do qoftë, dhe rolin ende të brisht, dhe e kemi kthyer prapë te libri, se është shumë interesante. Qofse do kishte një këshill, vetëm një këshill, që do të ishte e vlefshme për komunitetin tonë. Klitoni e tha një moment që këtu duhet ishte me bujtina, me turizëm, me kinema, me gjithçka e cila një lloj mënyre do ringjallte ato byllisin e vjetër. Qofse do kishit një këshill për këto komunitetin tonë. Mallakastra ka nxjerr plot intelektual, ka nxjerr artist, ka nxjerr inxhinier, ka nxjerr ekonomist, ka nxjerr shumë njerëz të cilët ne shpresojmë t'i kemi këtu, t'i sjellim një nga një. Çfarë duhet bëjmë? Çfarë duhet bëjmë në këto kora ku bëhet shumë e vështirë që të bijmë dakord me njëri tjetrin në fundit, sepse kjo është që të kemi mundësinë të dialogojmë dhe të bijmë dakord, të kemi debat, po prapë të arrim të gjejmë një udhë. Çfarë do na sugjeroni? Në çfarë do lloj aspekti? Thuaj të lutem. Po më them këtë po, libri, teatri, kinemaja e latoj njeriu, sa më shumë të lexohet ose të shikohet teatri apo ndiqet kinemaja. Këto po mund ta them se është këshill. Po këshill për Mallakastër shumë nuk jam dot për shkak se është shumë makro dhe shumë e madhe. Në gusht vinë këtu fëmijët që kanë ikur, vinë me familjet, mbushet fshati. Ideja është që të organizojmë dhe një fest për fshatin në ato muaj. Do me thënë janë njerëz të cilët sido që tjetë kanë dalë nga fshati, kanë dalë edhe nga Shqipëria, janë kanë parë, janë të dëgjuar, janë të lexuar, janë po të flasësh me prindrit këtu janë super krenar për fëmijët e tyre. Dhe çfarë duhet bëjmë ne? Një lloj mënyre që kjo lloj energjie dhe kjo lloj përparimi që kemi si individ, një lloj mënyre të na kthehet këtu në komunitet, jo brenda vetëm individit dhe familjes, po të kthehet dhe në komunitet, sepse po nuk u kthye, e Kali mbetet një fshat që bjerret pastaj, që plakemi. Ajo që mendoj unë që të bëjmë është kështu. Njerëzit i dinë cilat janë gjërat e mira dhe ju i keni evidentuar se cilat janë njerëzit e mirë. Atëherë të rezistojmë derisa e mira të fitojnë. Dhe ata duhet ta ndjejnë këtu, ta kenë këtu për së brendshme dhe ta kthejnë kokën pas. Të kthehen tek rrënjët e tyre. Por duhet ta ndjejnë ata të parët vet. Pastaj që e kthejnë. Ne kemi të thjesht të themi që të vi kalamajt këtu. Dhe po vjen një fëmijë nga Hollanda, IT. Çfarë do bëjnë tek ai? IT shkëlqyer. Çfarë do bëjnë tek ai? Do marrin kompjuterin e bashkisë do IT, po flasëm IT shkëlqyer. Kriton si e mendon? Jo, Zoti ka falur Mallakastës 320 ditë diell. Edhe Shqipërisë 330 kasaranda, 330 kasaranda. Flasim realisht me ato madhe që janë bërë. 320 ka Mallakastra, ky rajoni këtu. Dhe këtu mund të bëhen këtu paktën jeta duhet të jetë nga marsi deri në nëntor. Ju vetë keni këtu mund të kthehet një qendër e madhe pelegrinazhi, duke nisur që nga Bylisi, duke nisur nga projekti me Albanën, nga bujtinat, nga gjërat. Po ku kemi fëmijët pa. Po ky është problemi se fëmijët duhet vinë të investojnë sepse nëse nuk vinë fëmijët tuaj këtu tash dhe fëmijët tuaj që vinë për pushime do ikin atje. Pra duhet bëhet duhet gjetur politika, vetë komuniteti duhet të gjejë politikat e veta. Që të kthehet në një vend pelegrinazhi. Dakor. Faleminderit shumë që keni ardhur, faleminderit për pyetjet. Na shkof pak. Tani kush nuk ka marrë diçka për të pirë?